Qik fjale. Kush? Në protest. Kam qenë. Kam shku me pa përqef, se unë jam me Edi Rama. Edhe forca Edi Rama të ecin për pare. E keni ndjekur protestën? Po. Keni marrë pjesë? Jo. Pse? T'jap një shprehje se kam qenë gazetar i vjetër. Patjetër. Student i fakultetit ekonomisë në vite me praktikë. Të bësh një mullar me kasht, çfarë duhet? Çfarë duhet? Bësh një mullar. E bën dot mullarin pos patë një send të domosdoshëm, pos patë një dru. Pra, protesta është pa një hu, i themi ne. Ato i kanë kërkesat e qarta, duan që të largohet Rama, të largohet dhe Berisha dhe të bjerë këtë klasë politike. Që një kërkesë, dëgjoj, kam qenë student ekselent në ato kohë, 68 kam marrë universitetin. Një kërkesë bazohet mbi bazë në një dokumenti. Dhe dokumenti të cilit ne kemi në dorë është ky. Ato s'kan asnjë dokument që të më bindin mua. Unë vërtet jam 80 vjeç, po jam intelektual dhe punoj. Ja, dosjet. Me pronat merrem. E njoh shumë mirë. Si që protesta e tyre është e dështuar. Ka nevojë për një lider? Mëse do më doshme. Që të kështë dalë një lider. Po ata janë si strucët. Fshejnë kokën. Kush mund të jetë një lider? Që mund të shkojë për Deri tani nga unë ndjek protestën. Jam i angazhuar, domethënë, dhe pse kam dhe punë, nga kërkesa pune e ndjek protestën. Se jam intelektual i vjetër. Por të gjithë ata që dalin e flasin janë fytyrë pa lartë, domethënë në kuptimin naiv që pa nivel nuk shprehin sakt atë që duan. A duhet që protestat bëhet pa fjalime fare? Jo, një protestë e ashtu nuk mund të ketë kuptim. Ka thirrjet. Ka thirrjet, por protesta duhet bërë me argumenta, ka ky dokument. Po valla, të ta ngrejmë këtë mullarin, po do marr një dru. Kërkesa e parë e tyre është që të dorëhiqet Rama. A mendoni se Rama do të ta lërë postin? Jo. More, po këta janë budallëj fare. A duhet që ta lërë? Jo. Pse? Unë kam 83 deputet. Kryetari i familjes jam unë. Ti duhet të një shtëpia ime. Çe të dalë? Sekretari i familjes nuk sillet siç duhet. Por në rast se nuk sillet. Po tani s'ke asnjë argument që ti thua vetëm Rama ik. Po pse? Kush është arsyeja? S'ka të dokumentuar asgjë. Duhet bindet populli. Duhet bindet populli kështu. Pse? Dhe përfundimisht populli është me Edi Ramën. Nuk është si puna, nuk është, nuk është si, dëgjoj tani. Thash, unë kam qenë bashkëpunëtor i shtypit, gazetari i Zërit Popullit, profesor, të gjitha, kam edhe edhe tani që kam kaluar 80 vjeç. Dëgjoj, Albin Kurti humi në Kosovë, ndërsa reputacioni i Ramës është një gjë duhet keni parasysh. Kurti nuk humbi. Dëgjoj. Duhet dhe opozita të Po fitoj me pak se sa kishte fituar deputet. Kjo nuk është fitore. Ndërsa Rama nesër të bën zgjedhje fiton më shumë se sa ka marrë. Elektorati i majtë është i betuar. Dhe unë do të them për shembull, Elisa Spiropali, vajzë shumë e mirë, të gjitha. Atëre, këto gjëra do të kishin nxjerrë para, jo tani. S'kam lehtë për ne, se ne njohim. Spiropalin Rama e hoqi nga posti. Po e hoqi sepse ajo nuk u tregua. Tamam, e sinqert, që në fillim, do të kështë edhe që në fillim këtë mesazh. Jo, për çfarë e gënjeu? Për çfarë e gënjeu që nuk u tregua sinqert? Ajo, brejtë që kishte, do t'i paraqiste në Partinë Socialiste, nuk i paraqiti. I paraqiti kur fliste në Rokos. Jo. Ajo merr në telefon kanale televizive. Unë për shembull kam qenë në një udhëtim me një kanal televiziv. Më rrit puna. Edhe jepte informacion. Qa është ky informacion që jep ti? Ti tani je me këtë për Ramën, për qeverinë. Që Elisa Spiropali, po t'jem unë,
Nuk e votojme. Pase ti shikon, Fieri, nga 9 deputet, mëri 12 deputet. Dhe prap kanë shfaq kërkesën që të vinë kundra protestës. Fierakët. Me kanë marrë mua. Të bëjmë një 200 burra të vim pa urdhë e Tiranës jo, thash. Faleminderit. Dalë në protest. Jo, se unë jam pensionist e kam patur probleme isha në spital. Po kështu e keni ndjekur? Po, A mendoni se Rama do ta jap dorëheqjen? them se po. S'ka rrugë tjetër. Unë jam pensionist, vetë, po nuk ka rrugë tjetër se më. A do dalë një klasë e re politike nga protesta? Pa tjetër. Pa tjetër. Po zoli klasë kush, si mund të ecim pasaj. Kështu. Nëse zgjedhjet do mbaheshin nesër, edhe do kishte një kandidat nga protesta. Po, Po do votoni? Spiropalin. Pse largoi Rama Spiropalin nga posti? A, nuk e di, mos e gënjej. Nuk e di. Nuk e di, mos... Nuk do Me të që ju do e votonit? Ajo, ashtu e pëlqej, nuk ka në një. E pëlqej, vërtet e pëlqej. Se i thot gjera troq, pa dorashka. Faleminderit. Faleminderit juve. Keni ndjekur protestën? Po e kam ndjek, A mendoni se Rama do largohet? ku të gjë, din vetaj. Ju vetë keni dalë në protest? Unë jo, s'ka mundësi, s'mund të heci. A mendoni se kauza e të rinjve është e drejtë? Deri në 90% po? Kush mendoni se duhet të jetë kryeministri i Shqipërisë? Ja, nuk di fare. Nuk e Faleminderit. përcaktoj. Dalë në protest. Jo, ne jena turist këtu. Si jena ka këtu. Përveç shqiptarëve janë bashkëpunëtor të turistë huaj. Ju jeni shqiptarë, Po, nuk jeni me te turistë, sa jeni- arritëm, ne tash sa arritëm në Tiranë. Kuptoj, ja, do Tash ju para bashkoheni 15 me minutave. Jo, do të ikim për Durrës pastaj. Se në 3 do të me qenë atje. E keni Durrës. ndjekur? Po, e kom ndjekur, po. Jeni dakord me kauzën e të rinjve? Po, jam me dakord me ato, po vendos prap qeveria. Protesta se dhja do të sjellin diçka. Se këtu te shqiptarët dhja si shkon. Një javë protest, pastaj prap vendos qeveria më të tjerë. Një ndër kërkesat kryesore të protestës është dorëheqja e Edi Ramës. Po, atë me atë jam dakord edhe unë. Që moti, jo sot, pa prap populli vendos. Përveç Ramës ato kërkojnë edhe që Po jo Berisha të largohet. Edhe unë jam për atë, se Berisha se ka më vendin, nuk ka nevojë të jetë Berisha e ndej. I kam mbush vjetët, do t'i ke për shtëpi, ai shkojnë në pensionin tash jo je. Ka do të vinë gjenerata të re, se sot jena fitin 2026, nuk është koha e Berishës para 20 e ca vjetëve, 30 vjetë. A mendoni se ka ndonjë figurë që është e denjë për qenë kryeministër? Pak si probleme, ndjeki shumë politikën, televizorin gjithmonë lajmet, Top Channel, klanin, por është rënë të vendosë, se këtu kanë fuqin Rama dhe Berisha. Berisha, si e Rama, si Berisha, për mua njëjtë, do të dalin të ri. Po nga partitë e vogla, Partit e vogla si di shumë. Adriatik si di shumë. Lapaj, Po, Alin Qori. po, si di shumë nuk vinë, se këto të mëdhejt më shumë i dëgjoj këto të mëdhejt. Se ato që janë të menqër kanë hiket e pi partive, nuk rinë më atë parti, jo puna. Se tash këto kanë bë klanet e veta dhe s'vazhdojnë me të tje. Kështu nuk shkon, duket. Të rinjt i kanë përzënë eksponentët e partive Po, politike kjo është nga puna, se protesta. pleqet se kanë vendin aty. Kjo është puna, për ato protestat janë mirë, i përkraj edhe unë protestat. Jam kundër që Rama ose Berisha të rizgjidhen aty, të rrinë aty. Por, prap, populli votacioni, votat kur do të jesën atëherës, të shohim. Faleminderit. Faleminderit. A e keni ndjekur protestën? Po, Keni dalë ndonjë ditë? jo. Tjetë. A besoni te kauza? Jo, sepse nuk ka organizim dhe nuk ka objektiv të caktuar për protestë. Janë 20 grupe e flasin secili për interesin e tjerë, si shoqat, sidomos shoqatat jo qeveritare. Qëllimi kryesor i protestës është Është dorëheqja e Ramës. që qëllimi kryesor i çdo proteste është objektivi që realizohet çdo çështje ekonomike për cilën ngrihem unë. Ka Ato dy. mlodhen për projektin e Zvërnec. Am një çfarë thash. Unë kam ndjekur Zvërnec. Po jo jap një kontrargument. Po, vazhdo. Ato mlodhen për projektin e Zvërnec. Vazhdojnë për projektin e Zvërnecit dhe vazhdojnë me Kërkojnë dhe rrëzimin e kësaj klase politike. duke nuk përfshirë bie edhe klasa Ramën politike edhe në Berishën. këtë mënyrë. A e keni ndjekur protestën? Po, më. Keni dalë ndonjë ditë? E kam njek edhe do të njek.
Se e meritojnë. E meritojnë. Ju vetë, keni marrë pjesë? Po mër, nuk bëhet lafe. Nuk bëhet lafe. Edhe do marrë pjesë për juve, se për ne, di që s'bëhet, se këto rrugatët, e këto hajdutët, ta e kanë zgjedhë problemin e vetë. Por që të jesh kaq harbut me këtë popull, është krim. Është gjino. Kena punu kalamojme me 3 turne, jo brezim që po e po dhe ky brezi këti, pa të janë rrugatshma, hajdut, vakabanda, të gjithat këshjet e njerëzimit i kanë këto, politikanët. A mendoni se do largohet Rama? Shiko, mundohu të më kuptosh. Ai e bo gjyqin vetes. Nuk ka nevoj për popullin. Ai be mënoj kaq. Çfarë i ka bo këtij populli? Çfarë ka bo ty më vlla, kaq? Kaq mënoj ai, i ka të zgjidhur me problemet. Ai drogaxhi, i rrugat, i vagabond, ky kismet ka qenë për këtë popull. Se ne kena punu kalamo, jo ne, po dhe brezi parë që na kanë rrit, kanë punu në për uzina, në për fabrika, në për kooperativa, në për miniera. Kush mendoni se duhet vendoset kryeminist? A keni ndonjë figurë që simpatizoni? Shiko, unë kam punu 30 sa vjet, ndoshta edhe 40 në Shqipëri. Me dashje, pa dashje, e kena pas në gjuna e llape. Se kush punonte në Shqipëri atë kohë, që s'ke pas lejer. Ishte i rrallë, i veçantë. Unë shkollë isha i mirë. Nuk më jep të drejta studimit për këti, se kisha dajet për shembull në internim. Pse pas ka qenë gjyshim në Mekë, pale nona ime, jo unë, po pale pas ka qenë në Mekën e boni Enver Hoxha Kulak. Kaloi. Vike ky rrugaçi, në qoftë se kërkon të kesh njerëz në këtë rruzull toksor, më i poshtër i fare është politikani. Kështu që për kryeministër që mbone pyetjen, ku ti gjomi ti gotës, ti e mesa ime, 100 vesh më i keq se njëri tjetri. Këdo që të vesh, Mund dalë një figurë nga protesta? Mund të dalë një kandidat nga protesta? valla i shma mushin menjen. Se nuk kanë forcë të drejtojnë një popull. Nuk kanë forcë. Ata mund të kenë dëshim, mund të kenë dhe të pagum, por nuk kanë forcë. Me drejtu një shtet, se je kryetar shteti, nuk kanë forcë. Nuk mbindin asnjë. Për moshën që kam, duke llogaritë edhe të përprarmit, duke llogaritë edhe të mesmit, duke llogaritë edhe të rrugaçin. Po nuk kam shpresë. Qa dalë, qa qorna e, qa gjojna e, ku di gjon, qa ballukna e, qa kështu, ata e në rritë në hatër më mbi, se ti e mesa ime. Ata nuk e njohin fukarallikun. Ja mu që më shef tu, ka qenë pa bo kjo ku e ku, mrapa ishte pallati kulturës, në gjerë dhe njëshin rrafsh, mërshim një dëras, 2 tulla, a je ne, ne kështu jemi rritë ne, brezi jonë. Kurse i rrugaçi që on pushtet, se i rrugaçi nuk diskutohet, edhe i vetë di. A i rrugaçi hante çokolata, hanë, ne s'kishim bukë në shtëpi. Jo unë si person, këto të gjithë. Kështu që nuk pres hajër për këtyne. Po inshallah do Zoti bëhet për ju. Po edhe për ju, edhe Bergje Sheçove, më fal. E pash, më fal. Edhe për ju s'më mërmene që do bëhet. Halva ftohet. Po shtërngoni nënë e babë, shtërngoni vlezën e motra, shtërngoni njëri tjetrin me dashur, me burrin, me shokun.
Qa keti mo nuk më intereson, edhe jetoni. Se për ne keni morë punia, se s'kemi takat. S'kemi takat më va, ja, shkoj të gjithë unit, takoj nipat, ata zjenë njëni me tjeti ku s'hap derën. Që të jepëm? Që është një pjesë e popullsisë. Mase shtrohet pyetja, kujt i ka bo mirë apo keq babijot, apo gjysjot. Aq kam bodha unë. Sepse edhe po të doje të boje keq, s'kishe mundësi se punëtori ishim ne. Me gjithmen unë ishe tipograf në stabiliment. Po punëtor më. Kështu që mos ma i shprej se këtë rrugas, po dëshërove të vetën. Kaq. Faleminderit. Kjo përpunimi, sallahinka. Shqiplojte, sallahinka, e sa vadzore, e sa gabele mere dirama, mi qitë në heng e pas për vete. Kaq, mirë.